Seanca e radhës gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Himarës, Bollano, ka avjuar me dëshmit e 3 dëshmitarëve të thërritur nga akuza. Drejtori rrugëve, administratori firmës së tabelave dhe eksperti drejtorisë rrugëve kanë theksuar se problemet me kreun e bashkisë Bollano kishin nisur që në momentet e heqjes së tabelave në Shqip, ndërsa sipas tyre nuk ka patur asnjë problem në zbatimin e projektit. Janë prezantuar në sallën e gjyqit të Bollanos 3 nga 4 dëshmitarët e thirrur nga akuza në gjyqin e kryebashkiakut të Himarës Vasil Bollano, i cili akuzohet për shpërdorim detyre. Drejtori rajonal i rrugëve Vlorë, Sajmir Haxhiu, tha se ka qenë një shkresë dërguar nga kryebashkiaku Bollano në këtë drejtori për të hequr tabelat, por drejtoria rajonale e rrugëve në Vlorë i është përgjigjur zyrtarisht se ky vendim merret vetëm nga Ministria e Transporteve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, duke konfirmuar kështu që problemi kishte nisur kohë përpara se të vendoseshin tabelat në shqip dhe anglisht për zona turistike. Administratori i firmës Age & Company, Gojart Latsi, ka deklaruar se gjatë zbatimit të projektit për vendosjen e tabelave turistike për gjatë të gjithë rrugës, kanë qenë punonjës të policisë bashkiake, që kanë kërkuar mos vendosjen e këtyre tabelave të shkruara në shqip dhe në anglisht. Më tej, eksperti i drejtorisë së rrugëve Artur Sulçi ka deklaruar se tabelat dhe gjithçka tjetër është bërë sipas çdo parametri të dhënë për zbatim, ndërsa nuk u prezantua në seancën e sotme dëshmitari i 4 i kërkuar nga akuza, Aleko Dede, kreu i policisë bashkiake të Himarës, i cili do të dëgjohet në seancën e ardhshme.